Pasioni për drejtësi shoqërore është pasioni më i madh, gati dehës nganjëherë. Edhe jeta ime, po besoj edhe jeta e shumë aktivistëve të lëvizjes bashk, tashmë i kushtohet këtij pasioni për drejtësi shoqërore. Edhe kjo nuk na lëshon asnjëherë, nuk na bën asnjëherë të bijem pesimizëm, dëshpërim, të shkurajohemi. Do gjejmë gjithmonë mënyra për të ringritur, edhe për të luftuar për atë që është e drejtë. Lufta për drejtësi është e vetmja luftë që nuk mbaron asnjëherë. Ti mund të humbësh një betejë, ti mund të barazosh një betejë tjetër, ti mund të kesh një fitore modeste në një tjetër betejë, e prapse të vazhdosh deri ditën ku çdo njeri do ketë mundësi ta jetojë jetën e vet me dinjitet. Bertolt Brecht, më duket, poeti gjerman, thotë se drejtësia për popullin është nevojë e përditshme ashtu si buka që ai han, domethënë, për ta bëj paralelizëm me ato çfarë the. E vërtetë është kjo, nga pamja simbolike, po edhe nga pamje më materiale, pa drejtësi shoqërore, nuk ekzistojnë kushtet që buka e përditshme të jetë e sigurt, të jetë cilësore, edhe jeta e njeriu të jetë e përmbushur. Prandaj ne sa të jetojmë, besoj, do të luftojmë për drejtësi shoqërore, në mënyrë që çdo kush të ketë mundësinë të hajë bukën e tij rehat, të realizojë pasionet e tij, dëshirat e veta, sigurisht në sinkron, harmoni me të tjerët, sepse fatkeqësisht në shoqërinë tonë duket sikur ngre krye ndonjëherë ideologjia që rëndësi ka që unë të jem mirë pa le të përmbyset edhe bota. Sigurisht kjo është një ideologji disfatiste, një ideologji shpërbërëse e marrëdhënieve sociale, sepse njeriu mund të jetë i lumtur vetëm bashkë me të tjerët.